Gjermania kryesisht, dhe ishin bashkëpunëtorë të drejtësisë, një në Shqipëri dhe 2 në Itali, dhe pastaj ajo që ne themi forma operacionale apo forma e teknologjisë ato kanë përdorur, përgjimet ambientale, regjistrimet, kontrolli i personave në territor e më radhë dhe të informacionet që kanë shkëmbyer edhe me strukturën e posaçme SPAK për gjatë një periudhe të ndjeshme kohore. Ky operacion daton pikërisht në bazë zgjedhjeve të 2025-s, pra mbas 11 majit, ku me një vendim gjykate del ai që ne themi 52 urdhra arresti, nga të cilët 40 janë arrestuar, 12 të tjerë ende jo, dhe tu kemi shqiptar dhe italian, kryesisht italian, të arrestuar në territorin italian. Por ky operacion mund të datonte të paktën në shkurt, në mesin e shkurt, rreth datës 20-21 shkurt, atëherë kur kemi sipas të dhënave apo sipas asaj çfarë policia italiane ka zbardhur në këtë operacion, ku vendimi ka qenë që në shkurt të kishin mundësi për të bërë këto arrestime. Por sipas pyetjes që i bën dhe gazetarët, sepse pikërisht tani dhe mbas zgjedhjeve, diplomacia e përgjigjes tyre edhe profesionale ishte që në datat i rakordojmë midis palëve dhe vendosim. Pra, u la mbas zgjedhjeve që të kishte mundësi të mos kishte interferencë në zgjedhje, por kjo mund të ketë edhe ato çfarë ka dyshime nëse personave mund të jenë favorizuar, ndoshta nga kjo vonesë e procesit zgjedhor apo jo, dhe kjo i ka dhënë mundësi atyre që të ketë ndoshta dekonspirim apo jo dekonspirim, ajo çfarë aludohet ose ajo çfarë thuhet kryesisht në media dhe në ambientin publik. Pra, ata që nuk u arrestuan ka pas 3 muaj kohë për t'ikur, për t'i rënë globit kryqe tërthor. Sa më shumë aktorë dhe faktorë përfshihen, aq më shumë lind dyshime dhe mundësia që informacioni mund të deportojë. Nuk ne vjen dyshim që mund të kemi një deportim apo një dekonspirim, sepse të paktën publikisht si prokurori Bari dhe Rossi ashtu dhe përfaqësues të SPAK-ut Dumani dhe një tjetër përfaqësues prokuror e kanë mohuar mundësinë që të ketë rrjedhje informacioni. Por ajo çfarë ne diskutojmë dhe analizojmë është koha e gjatë, e shtyrë, e cila do ka atë që të influencën e procesit zgjedhor dhe mungesën dhe mundësinë për të mos pasur interferencë në procesin zgjedhor. Drejtori i Policisë Shtetit lauduar duke thënë që ne një ditë para e morëm vesh, por në fakt realisht ka mundësi drejtori për të urdhëruar për të nisur një hetim, nëse brenda radhëve të policisë mund të ketë pasur ndonjë dekonspirim? Drejtori i përgjithshëm policisë është përfaqësues ligjor i Policisë Shtetit dhe si i tillë ndërton një plan masash në zbatim të urdhrit të vendimeve të gjykatës, në zbatim në vendimet të gjykatës. Dhe njoftimet mund të jenë një javë para, mund të jenë një muaj para, nuk e di, por nga momenti ka dalë vendimi i gjykatës ka një afat kohor ku njoftohet Policia e Shtetit për të zbatuar vendimet e saj. Dhe në këtë kuptim, në terren kanë qenë jo vetëm Policia e Shtetit, por edhe BKH-ja, e cila nuk ishte pjesë e kësaj konference, por ka qenë terren në mënyrë të përbashkët me Policinë e Shtetit. Ka dekonspirim apo jo, ne thamë që kjo ka ndodhur në janar, ndoshta drejtoria e policisë mund të jetë njoftuar 3 ditë para, 4 ditë para, apo 1 ditë para, besoj 1 ditë para, sepse do kohën e vet të ngresh dhe të mobilizosh gjithë strukturat, bësh një plan masash për mënyrën se si do lëvizet dhe vendet përfaqësues të grupe